Në kuadër të përkushtimit profesional dhe kontributit të vazhdueshëm në përmbushjen e detyrave zyrtare, Dogana e Kosovës ka ndarë mirënjohje për disa oficierë doganor më të dalluar. Zyrtarët doganor u vlerësuan për rolin e tyre në forcimin e sigurisë kufitare dhe mbrojtjen e interesit publik. Drejtori i përgjithshëm i Doganës Agron Llugaliu, teksa vlerësoi lart punën e tyre, përmendi disa raste ku këta zyrtarë dhanë kontribut në forcimin e sigurisë kufitare dhe mbrojtjen e interesit publik. Këtu ai përmendi konfiskimin e 400 kg kanabis, 3000 copëve municion dhe 61 raste të mallit të ndaluar. Tek mallat e konfiskuara kemi pasur rritje pashtu të konsiderueshme në shumën e gjithëbashme prej 18 milion krahas 17 milion sa kanë qenë një vit më herët, tek pjesa e mbrojtjes së shoqërisë, cilës i dedikohet edhe kjo mirënjohje e që padyshim ka qenë përpjekje përbashkët të gjithë stafit. Ne kemi arritur që përveç tjerave të konfiskojmë sasi prej 400 kg që është një rekord për gjitha vitet të kanabisit. Llugaliu i tha RTK-s se për shkak të disa veprimeve që kanë ndërmarrë presin që deri në fund të këtij 3 mujori kostot e bizneseve të ulen e pastaj dhe çmimet për konsumatorët. Vendosja e terminale me vendim të qeverisë në terminale të shtetit nga ato private që kanë qenë të operuara në vitet e kaluara, kemi arritur që mbi 80% të tregtisë jashtme ta kemi në pjesën e menaxhimit të shtetit e deri në fund të këtij 3 mujori presim që i tërë procesit të përfundojë dhe të jetë 100% i menaxhuar në terminalet që menaxhohen nga shteti. Kjo nënkupton që do të ketë shumë më pak kosto për bizneset, njëkohësisht edhe ndikim në uljen e kostos së çmimit tek konsumatori i fundit. Dogana e Kosovës gjatë së martës mbajti edhe ligjërat në një nga shkollat në Prishtinë. Të hyrat e Doganës së Kosovës gjatë vitit 2025 shkuan në 1.9 miliard euro, apo rreth 8% më të larta se gjatë vitit 2024.